dërgojnë mesazhe patriotat e mi më thojnë je bot rastar se ke thënë se nuk ka qenë mirë me i quj gjestit, se gjesti ka hellë ruzaren. Vazhdoj të thëmë, nuk ka qenë mirë me i quj gjestit, jo. Se ka bo për ruzaren, se po të kështë bo për ruzaren, do të kështë bo atë ditës ju hollë ruzarja. E në nuk di unë në i ven në Bibël, në testament vjetër apo në testament të ri, se kryqi ekziston si simbol në Bibël mas testamentit ri, për shkak se Jezu Krishti u kryqëzu, edhe kryqi simbolizon vdekjen e djalit Zotit për njerëzit. Nuk di në i vend që thot që kur cënohet kryqi, nga cili do, që duhet ja kërcasësh me shpull. Megjithatë, për traditë, për identitet, duke qenë se ca nga ju doni me u bë ma katolik se papa, hajde po e lejmë sfidë, hajde ta pyesim një udhëheq fetar, se unë nuk jam marrë për bazë asnjënit prej jush të internetit, këtë që flisni me urrëtie e me ofendime, nuk jam marrë për bazë fjalë. Pyeteni një udhëheq fetar, një i peshk. Pyeteni dhe thojni, a ban me i gjujt gjestit për kryqin, se ka hedh kryqin atë, një gjoni sa do ju thoje, një. E dyta, në qoftë se ju që shani ofendoni këtu, do ishit nga ata që s'jeni, që luftojnë për kryqin, që s'jeni, se ju njof, e ne i di sakrificat që kam ba unë për dinitetin e për fen time, njof vetën time, për njof dhe juve, po t'ishit ju nga ata, do kishit den protest, po s'dolet kur, do kishit den protest, do thoshit, ose kërkohet falje, për hedhjen e kryqit në Prishtinë, ose ne rrim këtu në protest dhe protestojmë deri sa të merret një mas kundrejt lojtarit banorit që ja ka bën. Okej? Po t'ishit nga ata, ju, dhe po t'ishin nga ata banorët atje mrena që u ofenduan për hedhjen e ruzares, po t'ishin nga ata, do dilshin nga shtëpia e vllajt mall, sikur do dilsha une. Une do dilsha, do thosha, ose kërkoni falje, ose të kërkoje falje, se faljen e pranon në Zoti, jo robi, do thosha, ose kërkoni falje, mbajeni këtë banor të kërkoje falje, për hedhjen e ruzares, ose unë dal direkt nga shtëpia e Big Brother, pa nuk e bani asnjë njeri. Asnjëri se bani, kështu që më na tregoni me ofendime me sharje, se jeni ma katolik se papa ju. E jo kam fajnune, sepse tham se ishte pa besime i gjujtët, si ishin tu zanë. Se po t'ishte për kryqin, kishte dalë aty direkt. Nuk i gjute, nuk i thote, nuk ka pill nane, pill motre, si më hap derën mu, si më qel derën mu. E ne ja futin në shpull. I ka gjujt në shpull se humi lojen. E pse i hapi derën. Jo sepse i holli kryqin. Kështu që më na ngatroni karin me dollarin. Shejtanër.